ulul azmi, do më thënë të dërguarit që kanë pasur vendosmërinë më të madhe për thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut. Durimin më të madh ndaj vujtjeve kur kanë thirrë njerëzit në rrugën e Allahut. Qëndrueshmërinë më të madhe në fenë e Zotit, thirrjen e njerëzve në fenë e Allahut, në përballje me kundërshtarët e Allahut, me kundërshtarët e Islamit. Po cilët janë këta 5 të dërguar? Janë Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe i dërguar i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Paqja, lavdrimet dhe bekimet e Allahut të lartësuar qofshin për ta. Pra në 2 vende i ka përmendur Allahu i lartësuar këta të dërguar. Ka përmendur në fjalën e tij në surën Ash-Shura, ajeti që ne në fakt po e shpjegojmë. Shara alaykum min ad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk. Allahu i lartësuar u ka caktuar si fe atë për cilën porositi Nuhun. Atë fe që ta shpalli ty dhe për cilën porositi Ibrahimin, Musain dhe Isain. An aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Që ti përmbaheni fesë së drejtë. Ti përmbaheni fesë, ti përmbaheni themelit fesë që është besimi, tauhidi, dhe ti ruheni shirkut. Ti përmbaheni bindjes ndaj Allahut me zbatimin e detyrave të fesë, largimit nga gjunahet. Ti përmbaheni rrugës së drejtë. Dhe të mos përçaheni në fe, mos devijoni nga feja. Kabur ala al-mushrikina ma tad'uhum ilay. Tepër e rëndë është për idhujtarët thirrja që ti u bën në tauhid, që të adhurojnë Allahun vetëm, që të bëjnë shok atij, të marrin rrugën e Allahut. Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allahu i lartësuar zgjedh për të thirrur në tauhid, për të thirrur në rrugën e tij. Ata që dëshiron. Dhe ai udhëzon në rrugën e tij ata që kthehen tek Allahu i lartësuar me bindje, me nënshtrim para tij subhanahu wa taala. Pra në këtë ajet Allahu i lartësuar ka përmendur këta 5 të dërguar. Dhe padyshim që këta janë më të zgjedhurit. Ka përmendur Nuhun, ka përmendur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuhu është i dërguar i parë i Allahut të lartësuar tek njerëzimi. Ka përmendur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka përmendur Ibrahimin, Musain dhe Isain. Këta të dërguar përmenden bashkë dhe në një ajet tjetër në Kur'an në surën Al-Ahzab. Prandaj thash që i ka përmendur Allahu i lartësuar në 2 vende në Kur'an, të gjithë domethënë këta bashkë. Wa idh akhadhna min an-nabiyyina mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadhna minhum mithaqan ghalidha. Kujto kur ne u morëm besën profetëve, të gjithë profetëve, të gjithë lajmtarëve të Allahut, se fjala nebi, emri nebi çfarë do të thotë? Do të thotë lajmtar, profet. Ne thotë u morëm besën të gjithë profetëve, të gjithë lajmtarëve, që të përcjellin mesazhin njerëzve, që t'i thrasin njerëzit në rrugën e Allahut. Ne ta morëm besën edhe ty, edhe Nuhut, edhe Ibrahimit, edhe Musait, edhe Isait. Dhe ne morëm prej tyre, prej profetëve, një besë të rëndë, të theksuar,
që përforcuar, që ta përcjellin fenë, ta bartin amanetin, mesazhin hyjnor dhe t'i besojnë njëri tjetrit. Allahu i Lartësuar ka përmendur profetët në përgjithësi dhe ka veçuar 5, që janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Nuhu, Ibrahimi, Musai dhe Isai. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në për hadithe i ka veçuar këta 5. Për shembull hadithet që flasin për ndërmjetësimin në ditën e gjykimit. Ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam se njerëzit në fillim do shkojnë tek Ademi, që është babai i njerëzimit. Dhe Ademi ka qenë nebi, lajmëtar, po nuk ka qenë i dërguar. I dërguar i parë është Nuhu alayhi salatu wassalam. Çdo i dërguar është edhe nebi. Çdo rasul është edhe nebi, lajmëtar. Po jo çdo nebi, jo çdo lajmëtar është dhe i dërguar. Të dërguarit janë më të zgjedhur, ka një grad më të lartë dhe numri të dërguarve është më i vogël se sa numri i enbijave, profetëve ose ndryshe lajmëtarve. Pra ka përmendur në hadithin e ndërmjetësimit profeti sallallahu alaihi wasallam Nuhun, Ibrahimin, Musain, Isain dhe ka përmendur pastaj dhe ndërmjetësimin e tij. Kur flet për ndërmjetësimin e madh, për fillimin e llogarisë të gjykimit, po ka përmendur dhe lloje të tjera të ndërmjetësimit të tij sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi, çfarë do thot el azm? Azm do të thot vendosmëri dhe durim. Prandaj transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë: Ulul azmi ay dhul hazmi was sabr. Ata kanë pas vendosmëri dhe durim. Ad-Dhahhak ka qenë një komentues tjetër në radhën e selefëve, komentuesi i Kuranit, ka thënë ulu el jiddi was sabr. Zotruesit e seriozitetit, vendosmërisë dhe durimit. Pra këta janë të dërguarit që kanë dalluar për durimin e madh që kanë treguar ndaj vujtjeve që kanë hequr në thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut. Kanë hequr shumë vujtje e madhe. Ai sa profeti ynë ka hequr dhe ka vujt më shumë se të gjithë njerëzit, duke thirrur njerëzit në fenë e Allahut, më shumë se të gjithë profetët. Siç e ka thënë në hadith, ma udhi ahadu fillahi ma udhit. Kanë pas durim të madh në thirrjen e njerëzve në rrugën e Zotit, ndryshimin e gjendjes njerëzve, përmirësimin e njerëzve. Kanë pas qëndrueshmëri të madhe në përballje me të kotën, në përballje me qafirat, me kundërshtarët e fesë. Nuk është e lehtë që njeriu të tregojë qëndrueshmëri, të tregojë vendosmëri në thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut të lartësuar. Të gjithë profetët kanë pas durim. Të gjithë kanë qenë vendosur. Të gjithë kanë pas qëndrueshmëri në thirrjen e njerëzve, në fenë e Zotit. Po këta kanë dalluar për durimin më të madh, vendosmërinë më të madhe. Qëndrueshmërinë më të madhe në fe dhe në thirrjen e njerëzve në rrugën e Allahut, në përballje me kundërshtarët. Prandaj Allahu i Lartësuar i ka përmendur domethënë këta 5. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdëruar këta 5. Pa dhe profeti sallallahu alaihi wasallam për hadithe. Allahu i Lartësuar thot për Nuhun alayhi salatu wassalam, thot innahu kana 'abdan shakura, vërtet ai ishte rob falëndërues për Allahun. Falënderonte Allahun për mirësitë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala për Ibrahimin, që është babai i profetëve, është prisi i hunefave, besimtarëve të pastër. Ka thënë inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Vërtet Ibrahim alayhi salatu wasalam ka qenë umma, domethënë ka qenë imam prijës në rrugën e drejtë, në besimin e pastër.
ummeten qanitan lillahi, qanitan do të thonë i bindur ndaj Allahut, i përulur ndaj Allahut të lartësuar, në zbatimin e urdhrave të tij, në largimin nga gjunahet. Hanifen do të thonë i pastër nga shirku, nga besimet e kota, nga devijimet fetare, përqendruar në tauhid, besimin e pastër. Walam yakun minal mushrikin, dhe ai nuk ka qenë nga idhujtarët. Për Musa alayhi salatu wassalam ka thënë Allahu lartësuar në Kur'an, wa kana 'inda rabbih wajiha. Ai ka pas grad lart, ai ka grad lart tek Zoti i tij. Musa alayhi salatu wassalam ka grad lart tek Allahu lartësuar. Isa alayhi salatu wassalam ka lavdruar Allahu lartësuar në Kur'an, po edhe profeti sallallahu alaihi wasallam në për hadithe. Ndërsa për të dërguarin ton, Allahu lartësuar thotë në Kur'an që është i madhi i të dërguarve, i madhi i njerëzimit, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam është më i miri i njerëzimit në këtë botë dhe në ahiret. Allahu lartësuar thotë për të në Kur'an, thotë wa innaka la'ala khuluqin azim, vërtet ti ke moral madhështor. Dhe ndër moralet e mira është durimi, është qëndrueshmëria në fe, është zuhdi, është mirënjohja, është bujaria, është mikpritja, është turpi, është drejtësia. Pra njeriu me moralin më madhështor, më të lartë është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sipas dëshmisë kuranore. Gjithashtu Allahu i lartësuar thot për profetin tonë sallallahu alaihi wasallam në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Për ju i dërguari i Allahut është shembull i mirë, ai është shembull i lartë. Ne kemi shembull profetin. Pra ndjekim sunetin e profetit, ndjekim shembullin e tij. Ne ndjekim moralin e tij sallallahu alaihi wasallam. Kultivojmë moralin që ka pas profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Allahu ka urdhëruar në Kur'an profetin sallallahu alaihi wasallam që të tregojë durim, ashtu sikur se të dërguarit ulul azmi, fasbir kema sabara ulul azmi min ar-rusul, thot duro në thirrjen e njerëzve, duro duhet të treguar qëndrueshmëri në thirrjen e njerëzve në përballje me kundërshtarët në çështjet e fesë, ashtu sikur se kanë duruar të dërguarit që kanë pas vendosmëri të madhe, durim të madh, qëndrueshmëri të madhe në çështjet e fesë. Prandaj dhe urdhri ndaj profetit është urdhër për çdo musliman. Prandaj dhe ne ti marrim për shembull ta të dërguar, edhe të tregojmë durim, të rrisim durimin, të kultivojmë durimin, qëndrueshmërinë në fe, vendosmërinë për zbatimin e rregullave të fesë. Allahu shpëlefet mira, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.